paka shumë 4 minuta. Dhe në ato 4 minuta ekziston një mama në Shqipëri që ka lindur një bebe dhe ka sjell një jetë të re në Shqipëri. Por gjithashtu në ato 4 minuta është një shqiptar i cili ka bërë gati valigjen për t'u larguar nga ky vend. Dhe pyetja qëndron: a do t'ja bëjmë ne Shqipërisë certifikatën e vdekjes? Çdo ditë 60 njerëz humbin jetën për arsye të parandalueshme. Në spitalet e Italisë, Francës, Gjermanisë, ata do ishin kuruar pa fajtur te dera. Kurse në Shqipëri është si një dënim me vdekje të sëmurësh. Në Shqipëri e kemi të nënshkruar dënimin me vdekje. Po përse? Përse duhet të jetë kjo status quo-ja jonë? Në Shqipëri 127 njerëz largohen nga atleu çdo ditë. Por nuk kam ardhur këtu t'ju tregoj anën e errët të Shqipërisë, sepse ne kemi larguar 500.000 njerëz, gjys milioni njerëz që nga 2014-a. Gjys milioni njerëz është njësoj si kur të merje Florën, Durrësin, Sarandën dhe Shkodrën e t'i shtuke fare nga harta. T'i shtuke jo për shkaqe natyrore, jo për ndonjë luftë, jo për ndonjë fatkeqësi, por i dëbuam vetë. Megjithatë, dua t'ju tregoj anën tjetër të medaljes. Anën e medaljes në të cilën 44 çifte vendosin të martohen në Shqipëri, që është numri më i lartë në Europë, sepse ne, pavarësisht se shteti na ka shkënjyer, ne besojmë te vlerat e familjes. Ne besojmë në familje. 43 individ të guximshëm çdo ditë vendosin të hapin biznese në Shqipëri. Dhe ky është një hap te i mase i rëndësishëm, sepse pavarësisht të gjitha sfidave që kanë përpara, çokvënës dhe rrushvete, nga bandat, nga shteti, ata prap mendojnë se ka shans në këtë Shqipëri. Prap ata mendojnë se në Shqipëri mund t'ja dalësh. Dua t'ju tregoj anën e medaljes në të cilën 77 student diplomohen çdo ditë. Ata student diplomohen dhe ne i dërgojmë që të ndërtojnë të ardhmen e Gjermanisë, të ndërtojnë të ardhmen e Italisë, të ndërtojnë të ardhmen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Anglisë. Po përse mos të vinë ata të ndërtojnë një të ardhme shumë më të bukur në Shqipëri? Përse mos të vinë ata në Shqipëri të ndërtojnë një të ardhme në atleun e tyre, me familjen e tyre, me bashkëdetarët e tyre? Përse? Përse duhet i dobojnë ata? Dhe këtë dua t'ju tregoj. Dua t'ju tregoj se ata njerëz qohen çdo ditë, i shohin sfidat në sy dhe nuk tremben. Të gjithë njerëzit që vendosin të kenë një fëmijë në këtë ekonomi, me këtë shtet, vendosin të shohin në sy fatin dhe thonë: këtu vendosim ne, këtu vendosim ne, këtu vendosim ne, këtu vendosim ne, këtu vendosim ne. Dhe kur shohin të ardhmen në sy, ata vendosin se kjo është rrugtimi i dur, sepse pavarësisht të gjitha sfidave, pavarësisht të gjitha vështirësive, ata nuk tremben. Ashtu siç nuk tremben studentët që vendosin të qëndrojnë këtu. Studentët janë me ne, 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 studentët janë me ne. Dhe jo vetëm studentët, por dhe personat që perceptojnë si armiq tanë që tek e fundit bëjnë vetëm detyrën e tyre, këtu e kam për policë. Policia është me ne, policia është me ne, policia është me ne. Ata janë bitë, vëllezërit, prindrit tanë. Ndaj duhet jemi më tolerant ndaj njëri tjetrit dhe mos të pijem pre e idealeve neokomuniste dhe neodiktatoriale. Në Shqipëri, shqiptarët e duan njëri tjetrin.
sepse është shumë e vështirë të dashurosh dikë tjetër. Është shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë të urresh. E kemi parë se si bëjnë politikanët aty në foltore, kur bëjnë gjasme si kur votojnë ligje për ne. E kemi parë se si na sulmojnë në media sociale, në komente me fjalët që na thonë. Është e thjeshtë të urresh, por është e vështirë të dashurosh. Dhe ne në Shqipëri e dashurojmë atë temë. Dhe ne në Shqipëri këtu në shesh e duam njëri tjetrin. Dhe ne në Shqipëri këtu në shesh i themi të gjithë njerëzve që kanë të njëjtin mendim me ne, eja në protest! Eja në protest! Eja në protest! Eja në protest! Në mbyllje të këtij fjalimi dua të rikujtoj të gjithë ju se jeni shumëherë më të fuqishëm se që mendoni. Nuk ka gjë, nuk ka ëndër më të madhe, nuk ka imagjinat më të shfrenuar që nuk mund të arrini. Nuk ka as edhe një gjë që nuk mund të harrihet. Prandaj, ëndërroni dhe ëndërroni sa më bukur, sa më të shfrenuar. Dhe kur të vini këtu në shesh, le të punojmë së bashku që ato ëndrat e bukura t'i kthejmë realitet, dhe le të punojmë së bashku që ato shpresë që njerëzit kanë sa do të vogël në sy, t'ua ngrëmë moralin dhe t'ua tregojmë se ne mund ta ndërtojmë në shesh. Çfarë kemi për t'i thënë njerëzve që na ndjekin nga media sociale? Eja në protest! Eja në protest! Eja në protest! Çfarë kemi për t'i thënë njerëzve kur ecim marshojmë në rrugët e qytetit që na dëgjojnë nga shtëpia? Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Dhe çfarë kemi për t'i thënë politikanëve në kuvend? Këtu vendosim ne! Këtu vendosim ne! Këtu vendosim ne! Shqiptar, jeni të mrekullueshëm. E kam thënë shumë herë, ka për ta ripërsëritur shumë herë, sepse kjo është e vërteta. Ju jeni një popull që ëndrat i bëni realitet, që sfidat i sheshoni. Nuk ka as edhe një gjë që mund të na dali ballë nesh dhe mos ta realizojmë. Kemi nisur një maraton dhe kemi 51 ditë që vim këtu çdo ditë për t'i treguar se ne nuk jemi të lodhur. Kemi treguar që jemi maratonomakët më të fortë dhe më rezistent që ka parë ndonjëherë historia e këtij vendi. Kemi treguar që nuk kemi për t'u etiketuar as si të majt, as si të djathtë, as komunist, as nazist, as fashist, por si shqiptar. Prandaj për herë të fundit, le ta dëgjojë gjithë Shqipëria. Eja në protest!